Vdekjes së ish-kryeministrit Fatos Nano ka patur shumë reagime nga figura publike të cilat i shprehin ngushëllime familjes dhe kujtonin punën e ish-kryeministrit socialist, por konspiracionisti Alfred Sako është kundër rrymës. Ai ka postuar një status në Facebook ku vjell vrerë ndaj të ndjerit Fatos Nano. Sako i ka numëruar gjithë të këqijat Nanos, ku i vendos epitete si me orgjin komuniste apo burr adoleshent. Ai shkon më tej se politika e tij dhe merret me jetën personale dhe pamjen e Nanos, të cilin e cilëson si i shëmtuar si askush i rangut të vet nga pamja, i përkëdhelur nga biografia, pragmatist i çrregullt, hedonist e pianec ekstrem, duhanxhi i neveritshëm. Konspiracionisti e akuzon për nxitës korrupsioni dhe e quan madje edhe hajdut. Më tej e akuzon se tentoi të fuste luftën civile në Kosovë nëpërmjet ish-sigurimsave, oficerëve të ushtrisë së kuqe, shiksave të Fatos Klosit, vrasës si Hazem Ajdarit dhe drejtuesve të FARC në Tiranë. Në fund, shprehet se nuk ka vdekur rastësisht në ditën e Halloweenit dhe hipokritisht ngushëllon familjen e tij duke uruar që ta ketë karmën sa më të butë. Postimi i plotë i Alfred Sakos, konservator dhe me orgjin komuniste, i shëmtuar si askush i rangut të vet nga pamja, i egër në vazhdimin e luftës së klasave, pseudo-liberal, llafegjate me ndjeshkurtër, burr adoleshent, sqimatar pa tradit, i rritur në shtëpinë e grabitur nga komunistët, i përkëdhelur nga biografia, pragmatist, i çrregullt, hedonist e pianec ekstrem, duhanxhi i neveritshëm, megalomane pa kulturë të përgjithshme, me formim profesional të padobishëm për funksionet që mbajtin në interes publik, i shkujdesur kur sifte firma dhe ironik me nevojtarët, pseudo-tolerant, kur s'kishte këllqe, tipik përfaqësuesi një takëmi moskovitësh, vlla ortodoks labo-komunist në Shqipëri, kumarxhi, pseudo-patriot që tentoi të fuste luftën civile në Kosovë nëpërmjet ish-sigurimsave, oficerëve të ushtrisë së kuqe, shiksave të Fatos Klosit, vrasës si Hazem Ajdarit dhe drejtuesve të FARC në Tiranë, zbatuesi Katovicës, ramiziste së bashku me Berishën, iniciuesi i korrupsionit të lartë shtetëror, hajduti fundeve të agjensive shtetërore, post telekomunikacion, dogana, tatime, kesh, anti-europian dhe moskovit, prandaj amerikanët dhe CIA e futën në burg, urrente Gegnin dhe muslimanët, shfrytëzoi politikën ndërkombëtare pas 11 shtatorit 2001 për të trysnuar muslimanët shqiptar, ashtu si komunistët pas vitit 43 me serbët e Internacionalen Komuniste në Shqipëri, që shtypën e vranë gegët e muslimanët, Moskokçarës për fatin e Shqipërisë, egoist, iniciuesi lartë i sëmajtës për prishjen e familjes dhe martesat me dashnoret, frikacak dhe harpagon, që ja shiti Partinë Socialiste të huajve, asetin e sëmajtës në Shqipëri, për pleqërinë mondane të bythës së vet, pazarxhie konjunktural, i pa princip dhe me hënë, konjunktural dhe pa dije historike përballë armiqve tinzar kundër interesave të shqiptarëve. Jo rastësisht, vdiq në ditën e Halloweenit, kur demoni kërkon flijime. Edhe kur ka bërë diçka të mirë për shqiptarët, e ka bërë në tutelimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të mos zgjaten, kaq për të si politikan. Përikjen e qytetarit Fatos Nano nga kjo botë, ngushëllime familjes, Zoti e mishëroft Fatos Nano, e pas karmën sa më të butë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.